Kërkojeni natën e Kadrit në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit. Nata e Kadrit është më e mira se 1000 muaj. Nëse dikush do të rrinte 1000 muaj afërsisht rreth 83 vjet, duke adhuruar Allahun, nuk do të arrinte sevapin e kësaj nate. Me një llogaritje të thjeshtë, nëse falësh 2 rekat namaz këtë natë, do quhet më shumë se i ke falur për 83 vjet. Sadakaja është një element i rëndësishëm dhe i dobishëm në jetën njerëzore. Paramendo nëse qëllon dhe në natën e Kadrit i jep sadaka 100 lek. Ato të quhen sikur e ke bërë këtë veprim për 83 vite radhazi. Ka njerëz që gjatë jetës së tyre kanë punuar vepra të këqija më shumë se të mira, por në natën e Kadrit kryen adhurim të sinqert ndaj Zotit. Atëherë, kjo vepër e madhe do t'i shtonte punët e mira duke u akaluar atyre të këqijave. Në një hadith, profeti i njerëzimit Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të, ka thënë: ai që adhuron Zotin këtë natë duke shpresuar në shpërblimin e tij, i falën të gjitha gjunahet. Pra, vëlla dhe motër, në një natë të vetme